këtu ka problemet të akumuluara. Legalizimi. Kam firmosur një pakt, një kontrat me banorët për legalizimin. 2 janë pikat themelore të këtij pakti. Nuk do ketë kur urbanizim para legalizimit. Nuk kemi bërë ne. Nuk kemi bërë. Shteti duhet të jetë i drejtë. Shteti duhet të jetë i drejtë. Dhe kur shteti të jetë i drejtë, edhe qytetari e ndjek me shumë të drejtën. Se nëse tjetri është lejuar ose se ke ndaluar dot për të ndërtuar më edhe ti një përgjegjësi. Nuk është e drejtë që ti çosh ruspat sikur është armik. Nuk është armik ai. Ai është qytetari yti. Atëherë, ne nuk bëjmë urbanizim para legalizimit. Ne do legalizojmë. Do legalizojmë dhe ju garantoj të gjitha ato çfarë i quajnë këta leje që u kanë dhënë dhe thonë prisi se më vonë do t'i kthejmë në tapi, të gjitha do të quhen tapi dhe do t'i gëzoni përfundimisht. Miq, keni vure ju që ai, më mirë të mos ja themi emrin, çdo mëngjes flet me vete. Edhe shpik emra. Jo Edmond e ke gabim, Edmondi s'ka fol kurse se ekziston, ja kanë vërtetuar gazetarët. Por pristi, edhe ju lutem, është shumë e rëndësishme ta kuptohet. Pse e bën këtë ai? Ai e bën këtë sepse ka mashtruar, sepse ka krijuar këtë gjendje dhe tani don ta bëj fushatën elektorale një shaka banale, një parodi, një diçka të pavlerë, në mënyrë që programin serioz që paraqesim ne para qytetarëve ta krahasoj me banalitetet e tij. Tani unë nuk kam dëshirë kur të atakoj atë njeri, por ja u them këtu. Eftoj të dalim në debat para qytetarëve. Leri monologjet çdo mëngjes me zhaba, me ardhuc, me zhapije, me këtjera. Urdhër zotëri të dalim si të kesh dëshirë, me gazetar, pa gazetar, me qytetar, pa qytetar, urdhëro të dalim, të mbrajmë, të paraqesim programin ton për qytetarë shqiptar dhe për Shqipërinë. Nuk vjen dot, sepse miq, tani ç'kuptova unë. Tani kuptova ai ka frikë nga vetja e tij. Po absolutisht. Kuptova se ai tani nga mëngjesi deri në darkë beson gënjeshtrat e tij. Nxjerr një pasaport e prodhuar fal asaj reforme që bëm, edhe thot ja pasaporta europiane. Por harron se ADN-ja e integrimit është ADN-ja e Partisë Demokratike. Kjo është e vërteta, sepse ishim ne që firmosëm marrëveshje stabilizim asociimit, i plotësuam kushtet. Ishim ne që arritëm një arritje jetë për shqiptarët vizën e lirë. Vizën e lirë. Ishim ne që dhe çfarë bëri Edi Rama? Çoi telegramet, e-mailet se do dymen 800.000 shqiptarë në Bruksel. A ju kujtohet? Në mënyrë që të mos të blokonte
heqjen e vizave. Ishte Shqipëria, ishte Partia Demokratike që mori nga komisioni rekomandimin për statusin e kandidatit. E blokoj për këshilltarët e Firit. E tradhtuan, jo i tradhtuan, ikën se duronin do të këshilltarët e Firit dhe tani thoshte i rrëmbeu qeveria. Po çka rrëmbeu qeveria? Që do të mendje e tij po. Pra blokoi rekomandimin. U përpoq të bllokonte NATO-n. Por do mbetet e gdhenur me germat zeza ditën kur Shqipëria u antarësua në NATO, ai organizonte miting me portretet e Enver Hoxhës në sheshin Skënderbeg. Atëherë, më thoni ju mua, në këto 20 vite, kush ka qenë lokomotiva e integrimit? A nuk është ky, më fali, a nuk është ky që e festoj hapjen negociatave me shampanjë, me fishek zjarre në vitin 2017, shpërndau dhe dekorata, qoj dekorata këte dhe andej, me ambasador, me këta, me gjitha to, negociatat nuk u hapen as në vitin 2018, as 2020, as 2023, negociatat u hapen 3-4 muaj më parë. Pra, askush nuk duhet të mashtrohet sepse kytun një pashaport. Po, Shqipërinë do ta integrojmë ne në Bashkimin Evropian. Ne jemi ADN-ja integrimeve. Në çmënyrë do ta integrojmë. Absolutisht vetëm duke zbatuar ligjet, kriteret, standardet. Shqipëria s'mund shkojë në Bashkimin Evropian si një vend ku arrestohen liderët e opozicës për të marrë mandatin. Shqipëria nuk mund shkojë në Bashkimin Evropian si një vend ku shpërndahen licencat e kanabisit për të bërë votat. Shqipëria s'mund shkojnë në Bashkimin Evropian ku në zyrën e kryeministit vjen kryetari i pasardhësit Qiapos të Sinaloas Meksiks. Nuk shkon në Bashkimin Evropian. Shqipëria nuk shkon në Bashkimin Evropian kur kryeministrit i del emri në të gjitha dosjet e mëdha të krimit në Shqipëri dhe në Europë. Jo, absolutisht. Në Amerikë po aty e ka të hapur. Derisa ajo është. Mos ja themi atë fjalën se si është ajo çështja me Gonigan, e dini vetë ju. Do ta ndjek gjë në fund. Po, absolutisht. Pra, unë shpresoj se askush nuk do të mashtrohet nga tunja e pasaportës, se me Edi Ramën shkohet drejt të Shkurës, me Edi Ramën shkohet drejt varfërisë, drejt shkretimit të Shqipërisë nga shqiptarët, drejt sundimit të krimit dhe mbi të gjitha, drejt përqendrimit të gjitha pushteteve, të gjitha pasurive, të gjitha fondeve, në dorë të një grupi që s'është gjë tjetër vetëm ndërmarrje për bashkë, shtet dhe krim, krim dhe shtet. Duke u falënderuar shumë, edhe një herë për këtë takim entuziast të zjarrt, që shpreh besimin tuaj në fitoren, besimin tuaj tek programi i Partisë Demokratike. Në 11 maj, të gjithë të votoni njëshin. Jeni njësha. Të gjithë ata që votoj njëshin janë njësha, janë më të mirë. Rrofshi ju. Ju garantoj se kjo lagje do ketë të gjitha shërbimet, shkollat, qendra shtetësore, kopshtet,
terene sportive që meritojnë banorët e saj. Faleminderit shumë. Fitore.